A është e vërtet që nuk është mirë që uji të pihet në këmbë? Po, është e vërtet. Uji duhet pirë ul. Kjo është më e mira dhe kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është ajo që na ka sugjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se pirja e ujit në këmbë ka ndalesë për të, madje një transmetim thotë më mirë ta vjelli, ta nxjerrë mbrapsht. Përveç se në situata të caktuara, në rrethana të caktuara etj. Ka tolerancë, por origjina është që uji duhet pirë ul, dhe duhet pirë me frymëmarrje, pra me kuptimin me pushim, jo si deveja, që kur e ve buzën në pellg, pa u tha pellgu se heq buzën për pellgut, por kështu, pin, ndalon, pin, ndalon, pin, ndalon. Me bismillah, normalisht dihet, dhe me dorën e djathtë dihet, dhe elhamdulillah në fund fare.